dua ta nis në fakt me rezultatet e zgjedhjeve të pjesëshme vendore që u mbajtën në 5 bashki të vendit, rezultatet të cilat po themi që kanë dalë ditën e sotme dhe që ndoshta nuk kanë patur surprizë sa i takon edhe pritshmërisë asaj që duhet ndodhte, ka fituar me rezultat të thellë Partia Socialiste në Vlorë për shembull me 83%, në Tepelen me 77.85%, në Vlorë ndjes me 78.44%, në Mat me 81% dhe në bashkinë tjetër në Cërik me 66.22%. Diçka tjetër që u vure ishte pjesëmarrja e ulët e votuesve. Ti si i komenton këto zgjedhje? Do ta nisim nga pjesëmarrja për 5 bashkit, por edhe nga pjesëmarrja për bashkinë e Vlorës, ku ishte tregues i qartë bashkia që nuk morën pjesë qytetarët, pothuajse të regjistruar janë 170 dhe morën pjesë vetëm 18.111 votues. Duke qenë se Vlora është një ndër bastionet e Partisë Socialiste, ose më mirë një ndër qelizat e Partisë Socialiste në aspektin politik, duke kemi parasysh që Partia Socialiste u godit pavarësisht atyre shifrave të cilët ju më cituat 80-79%. Nuk kanë vlerë fare shifrat e tjera, vetëm shifra e 18.111 banor të cilët votuan në zgjedhjet e Bashkisë së Vlorës. Pse them këtë? Sepse duhet keni parasysh se administrata publike është detyruar të shkojë në Bashkinë e Vlorës për të votuar. Në rast se administrata publike nuk do të merrte pjesë, të paktën 9.000 me 8.000 votues do të kishim në Bashkinë e Vlorës. Ky është mesazh i qartë për Partinë Socialiste për keqçeverisjen e vendit, por edhe Bashkisë së Vlorës nga socialistët që kanë pasur drejtimin e bashkisë. Tani shkojmë pak tek rezultati i përgjithshëm dhe tek mesazhi që qytetarët dhanë në këto zgjedhje. Unë do t'i quaj emërime dhe jo zgjedhje, por secili le të quaj si të doj vetë, por do të them në fund fare se kush qesh më mirë kur qesh i fundit, se sa kur qesh me një fitore e cila presupozohet që duhet ishte në rrethana demokratike, po thjesht ishte të absolute, siç ishte rasti i këtyre zgjedhjeve. Por thjesht këtë do ta themi në një moment tjetër, por kush qesh më mirë qesh kur qesh i fundit. Pastaj, për sa i përket pjesës së politikbërjes, në 9 nëntor kandidatët të pavarur kanë mbaruar. Pra, fenomeni kandidati i pavarur nuk mund të ekzistojë më. Kandidat i varur nga partitë politike, po nga Partia Socialiste, po nga Partia Demokratike, po nga Partia e Lirisë. Që do të thotë, asnjë kandidat mos të mendojë që duhet shkojë i pavarur për të fituar zemrat e të zhgënjërit nga aspekti politik. Se në rast se sot ne do të kishim modelin kandidat të parur, të paktën nga një nga këto bashkit, supozojmë Bashkinë e Vlorës, duhet kishte fituar kandidati i pavarur. Nuk u arrit kjo, jo se nuk kishte mundësi kandidati i pavarur të shprehë dëshirën e tij ose të shprehë vullnetin e tij për të fituar, por qytetarët tanë janë mësuar nga 1991 deri më sot që po nuk patë një tabel nga mbrapa politike, pra partijake, nuk mund të zgjidhesh nga asnjë nga organet e vetë qeverisjes vendore dhe asaj qendrore. Kush ka dalë kandidat në zgjedhjet lokale dhe qendrore, gjithmonë ka dështuar. Modeli kandidati i pavarur u skualifikuar nga procesi zgjedhor në Republikën e Shqipërisë. Ju duhet keni parasysh që mosmarrja e pjesë e Partisë Demokratike do të thosha është një goditje ndaj atyre të cilët thonë po të dalin djem të ri, po të dalin ky i pavarur, pse të merr me parti. Pra edhe kjo lojë që të gjithë thonin djathtas e majtas që duhet të dalin të ri, tani të rit dhe ata të quajtur të pavarur, të cilët nuk ishin varur në anë partijake me një subjekt partijak, tani detyrimisht duhet të kandidojnë ose me Partinë Socialiste, ose me Partinë Demokratike, ose me Partinë e Lirisë,
ose me një parti tjetër politike, po pa tabel mos dil në zgjedhje sepse destinacioni është humbje. Dhe Pra, humbje ti mendon që pjesëmarrja e ulët vjen edhe për shkak të mungesës së, po them, përfaqësimit të opozitës formale? Po, patjetër, pse për ju çfarë mendoni? Mendoni ju se kandidati i pavarur gjen mbështetjen e qytetarëve të vendit? Jo, kandidati i pavarur duhet të dali vetë një person i cili të jetë vetë i pavarur në kuptimin që del me një platformë. Kandidatët të cilët dolën as të dini çfarë ishin të pavarur apo të varur nga Partia Demokratike. Dhe në fund fare, Partia Demokratike çfarë tha? Tha, unë nuk kandidoj asnjë në emrin e Partisë Demokratike, marr pjesë në anë të komisionerëve dhe në fund fare i them popullit doni të pavarur sepse keni kërkuar. Edhe fajin e KPD-ja gjithmonë. Okej, ju sjell të pavarur, merreni, urdhroni ku i keni. I zgjidhni? Jo. Pra kush është faji dhe ku është fajtori? Nuk është tek Partia Demokratike sot. Pra, Partia Demokratike i çon fajin qytetarëve në një farë mënyrë edhe unë të them të drejtë, sepse kur qytetarët thënë nuk ja vlen PD-ja, nuk ja vlen PS-ja, nuk ja vlen PL-ja, okej, nuk ja vlen të gjithë këta. Ju sollëm edhe të pavarur, nuk i doni edhe këta. Okej, rikthehemi në të shkuarën tonë dhe themi PS, PD, PL dhe të tjerë do marrin pjesë në zgjedhje dhe do kandidojnë njerëzit e tyre në zgjedhje. Pra, në këto zgjedhje duhet kuptojmë qartëzi që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dolën fitues. Pse dolën fitues? Sepse modeli i pavarur dështoi. Dhe këto subjekte politike nesër do të thotë, më fal, doni të pavarur. Po, ju anxorën për të votuar. Po, nuk i pranuat, nuk i votuat, nuk u zgjollën. Po, dështoi modeli. Pra do shkojmë ashtu siç duhet, me partitë tona në zgjedhje. Është shumë e thjeshtë kjo. Qartë. Mirë, unë dua të kalojmë në një tjetër çështje sa i takon zhvillimeve në kuvendin e Shqipërisë, duke nisur që nga dita e premte, pati goxha debat edhe përplasje sigurisht lidhje me votimin e atij ligjit famshëm për barazinë gjinore, por edhe ditën e sotme kur diskutohet që opozita të bojkotoi punimet në kuvend në bazë të asaj që ndodhi ditën e premte, ku kërkohet edhe përjashtimi me 30 ditë i kreut të Partisë Demokratike zotit Sali Berisha për shkak të deklaratave të pretenduar nga ana e Partisë Socialiste për fyrje dhe për incident diplomatik ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian. Si komenton zhvillimet në kuvend duke nisur nga e premtja për atë që thash? Unë nuk e kuptova cila ishte thyrja, po unë nuk dua të përfshihem në një konflikt që nuk ka të bëjë me projekt ligjin, por ka të bëjë me konfliktin se si një ambasador përdoret nga qeveria aktuale për të shërbyer opinionit ndërkombëtar që shikos se si një antar i opozitës godet një ambasador për shkaqe dhe rrethana intime. Nuk e di, po inshallah gabofsha, por ky ishte për mua pamja e jashtme që unë kuptova. Tani, të merremi me rastin e ligjit, projekt ligjit të barazisë, unë për mendimin tim të shprehem tek ju edhe sinqeritetin absolut, që kjo nuk ngacmon kodin e familjes, kjo thjesht ka një prapavi që ne duhet të respektojmë të drejtat e njeriut. Nuk e ngacmon, nuk hyn te kodi i familjes? Nuk po preket kodi i familjes. Kodi i familjes e përcakton qartëzi që martesa midis burrit dhe gruas nuk lëkundet sepse është kod organik, është kod i cili kërkon miratimin e 84 si për deputet. Pra, në ligjin e barazisë gjinore, unë kuptoj që ka të bëjë me një, do thoja, specifikim të disa ngjarjeve, të cilët mund të përthithen në një praktikë gjyqësore, të cilët ka, do thosha, vakancë për të kuptuar edhe vetë ata të cilët shpikin edhe kodin penal dhe çdo gjë për sa i përket parandalimit të diskriminimit, për të mbrojtur një kategori e cila është vulnerabël. Kështu e kuptoj unë. Pastaj, a do në vërtetën? Për mendimin tim është një ligj i gabuar. Pse është i gabuar? Sepse ne diskriminimin e kemi të mbrojtur në kodin penal. Dilti edhe fol për minoritetet të ndryshme, edhe po nuk të mori komisioneri diskriminimit, po nuk të mori prokuroria, po nuk të kalbën në burg dhe të bëjnë model. Pra ne kemi të mbrojtur juridikisht të drejtat e njeriut dhe mos harroni edhe një fakt, jemi ndër vendet të vetme që pavarësisht se mentaliteti jon lë dhe pak
akoma do edhe shumë përpunim dhe lent normalisht për të dëshiruar në disa aspekte. Ne kemi një harmoni fetare, ne kemi një paqe në kuptimin e asaj që ne themi të aspektit të komuniteteve të ndryshme, të çfarëdo lloj natyre. Pra nuk është se jemi një komb ose jemi një popull I cili pas 91-shit në 2025 do të bëjmë veprime të këqija si popull flas. Qartë. Çdo popull ka edhe pjesë negative të tij, po Bashkimi Evropian e ka përgëzuar. Bashkimi Evropian e ka përgëzuar faktin që u miratuar. Kjo është një mashtrim publik për popullin që të mendojë që ça miratohet në Komisionin Evropian, ne detyrimisht duhet ta aprovojmë. Jo, ky është një mashtrim publik. Nuk ekziston Bashkimi Evropian duke cënuar sovranitetin e vendit të një populli. Bashkimi Evropian nuk kupton të njëjtat të drejta dhe detyrime dhe nuk mund të përvalojnë më shumë të drejta se sa detyrime. Dhe mesazhi im është ky, që jo çdo gjë që vendos OKB-ja ose Bashkimi Evropian, ne mund ta bëjmë ligj të brendshme ku cënon themelet e shtetës së drejtës, themelet e traditave të popullit shqiptar. Dhe mos të harrojmë se zakonet e mira e një popullit janë të normuar në rendin juridik, por vinë në fund fare për shkak se kemi kushtetutën dhe kemi dhe marrëveshjet të tjera të ratifikuara me ligj të ndërkombëtare. Prandaj dua të them të qytetarët që jo çdo gjë që sjell Komisioneri Evropian ose Bashkimi Evropian ose direktivat e Bashkimit Evropian ne duhet t'i aplikojmë menjëherë. Ato kërkojnë një përpunim dhe pasi nga përpunimi të dalin rezultate të duhura, atëherë mund t'i çosh në komision parlamentar dhe të përllohet në ligjin e brendshëm të një vendi. Nuk mund të marrim a priori që do të vendosim çdo ligj për të interesit të një grup të saktuar. Je shumë I sakt nga pikpamja e procedurës juridike dhe unë në fakt këtu do doja të ndalesha në vazhdim të kësaj bisede. Problemi që opozita ka shprehur ka lidhje me mungesën e transparencës në vendimarrje, pra në mënyrën se si votohen projekt ligjet në komisionin dhe pastaj në parlament me mungesë debati ose pa debat fare. Dhe kjo shtyn edhe ato veprimet e tensionuara nga ana e opozitës. Rasti I këtij projektligji, po dhe rasti I gjithçkaje që ka ndodhur deri tani nga fillimi I kësaj legjislature, nga shtatori dhe deri tani pra. Nderuar, duhet të them edhe një herë tek opinioni publik dhe të ritheksojmë ose më mirë të rikujtojmë se lajmi 3 ditë zjatë dhe nuk kuptohemi. Partia Demokratike është në opozitë që në 2013-ën. Pjesëtarët e Partisë Demokratike në 2018 kanë djegur mandatet dhe kanë lëshuar procesin legjislativ të parlamentit tek zoti Rama. Sot pothuajse të njëjtat figura janë në drejtimin që kanë djegur mandatet dhe sot dalin dhe bën viktim të mënyrës të procesit se si bëhet vendimarrja ose si bëhet konsultimi I projekt ligjeve në parlament. Tani mos të dalen dhe të na bën viktim vazhdimisht, po të njëjtat figura. Në rast se do të ishe ti I nderuar ose unë deputet, sigurisht që populli do të kuptonte që shiko, derisa gjeti këtë situatë, tani duhet përpiqet të bëjë diçka ndryshe për të arritur një objektiv të caktuar. Por, duke qenë se këta janë të njëjtat figura, nuk mundet të njëjtat figura të na dalin në të njëjtën kohë autor dhe të njëjtën kohë viktim. Ju them rastin konkret, Komisioni Reformës Territoriale dhe Zgjedhore. Pse duhet të jetë përsëri Oeg Byrybashi? Nuk kam asgjë me atë unë, po pse duhet të jetë ai? Ai nga humbja në vazhdim. Pse duhet të jetë përsëri zoti Gazmend Bardhi, kryetari I grupit parlamentar që dyshonte për zotin Berisha? Dhe vetëm në këto dy fakte është treguesi I qartë që ato që bën sot në publik ata të cilët dikur dyshonin për leadershipin e tyre, nuk duhet I marrin në konsiderat për shkak se ata nuk din të prodhojnë politika kundër regjimit. Pse politika kundër regjimit? Regjimi nuk kërkon ose populli nuk kërkon që ti si alternativë opozitare të shkosh me të njëjtën model si shkon regjimi. Çfarë do thotë? Kur regjimi shkon me vjedhje ashtu siç vet ata të cilët janë pjesë e Partisë Demokratike thënë me një hajdut nuk marrin pjesë, nuk mundet ti zotëri të shkosh edhe të marrësh pjesë në një komision të tillë. Pse? Sepse ai e ka misionin e vet. Ti duhet të ndërgjegjësosh popullin, të frymëzosh popullin
që në rast se ai të thotë ty burr nga mes deri në darkë dhe prishe nga mes deri në darkë, ti duhet t'i japësh alternativë shprese qytetarët që të thojnë të paktën po ky që ka burr nga mes deri në darkë, të paktën ky mua do më japi shpresë dhe do më japi një alternativë. Pra do të thotë që ereni lojrat dhe hipokrizim që ka kapur një pjesë të Partisë Demokratike që nuk përfaqëson opozitën. T'jem realist me ju. Përfaqëson një subjekt politik që është Partia Demokratike, por kjo nuk do të marrë në qafë tërësinë e opozitës shqiptare. Dua të diskutojmë edhe një çështje tjetër bashkë. Në opinionin publik është folur gjatë ditëve të fundit pasi zonja Belinda Balluku, zëvendës kryeministre aktualisht, është marrë e pandehur nën akuzë nga prokuroria e posaçme se cili do të jetë po themi fati dhe ardhmja e saj politike, kuptohet në raport me kryeministrin Edi Rama. Si e mendon ti në këtë rast? Pra, do të ketë dorëheqje nga ana e saj apo shkarkim nga zoti Rama për ta paralelizuar pak edhe me rastin e zotit Veliaj? Nderuar, duhet të keni parasysh që në shumë raste që kemi bërë intervistë kam thënë tek ju që zonja Balluku do jetë shumë e vështirë të lëshojë karriken e saj si zëvendës kryeministre, për shkak se ajo edhe sikur të jetë e pandehur ose sikur të merrje e pandehur, nuk më mend datën, por e kemi cituar, duhet një punë e jashtëzakonshme e zotit Rama që të bëjë çfarë themi, atë që bën gjithmonë zoti Rama, që në momentin ku personi i tij është në sitën e spakut, merr një mas paraprake duke e larguar nga pozitat qeveritare. Por në këtë situatë që jemi sot, zoti Rama nuk mund ta bëjë këtë veprim, sepse zoti Rama ka besuar zonjën Balluku nga 2021 e në vazhdim dhe në 2025 e në vazhdim në shtator, duke e vendosur ose më mirë duke aprovuar dhe duke e vendosur atë përsëri në të njëjtat pozita sikur ishin para zgjedhjeve të 11 majit. Pra do të thotë që zonja Balluku ka diçka tjetër që zoti Rama nuk është kaq shumë i aftë të bëjë çfarë veprimin absolut që të bëjë një shkarkim të mundshëm. Por çfarë ndodh? Gjatë gjithë kësaj kohe ju duhet të keni parasysh që zoti Rama ka negociuar me zonjën Balluku dhe thjesht edhe zonja Balluku ka pak kohë të marrë një vendimarrje për veten e saj, por edhe zoti Rama duhet të dhatit pak kohë që të marrë një vendimarrje për zonjën Balluku. Mos harroni faktin se zoti Rama mund ta përdori këtë rast për zonjën Balluku si një mesazh të brendshëm në Partinë Socialiste. Këtu duhet kujdes. Pse duhet kujdes? Sepse zoti Rama mund ta përdori këtë duke thënë që unë zonjën Balluku e mbaj, sepse për mua nuk është e fajshme për shkak se është në duart e drejtësisë, derisa të dalë vendimi i formës prerë, atëherë unë mundet ta shkarkoj. Por, përsëri zoti Rama nuk do përdori termin shkarkim, po do mundohet që të bëhet termi ose motivacion të jetë dorëheqje, që do të thotë personi vetë jep dorëheqje, largohet nga pozitat qeveritare. Pra, zoti Rama ka dy gjëra që po bën në të njëjtën kohë. Një për të bindur rrethin e tij që unë nuk largoj dikë, pra nga krahu i tij Erion Velia e grupi që bën prak reflektim dhe bën disa analizë dhe thotë na shikon me Ballukun, shiko si bëri Rama e mbajti, kështu do ta mbante edhe Veliajn, por për shkak se Velia është në burg, tani ne përdor mekanizmin e shkarkimit dhe shumë fakte të tjera. Dhe nga ana tjetër zoti Rama i ka dhënë kohë që jep dorëheqjen që mos të arrijë rastin më ekstrem të shkarkimit. Prandaj në rast se zonja Balluku qëndron në krye të detyrës dhe është e pandehur në këtë fazë që flasim, sigurisht ka rënë moralisht qeverisja e Partisë Socialiste dhe zoti Rama. Pse e them këtë gjë? Ju e dini shumë mirë që ne jemi një brez i cili kemi ardhur nga një kulturë ndryshe. Diçka të thonte dikush një komshi tek babai tek nëna, u skuqej për shkak të moralit. Sot nuk ka skuqje apo turp për shkak të vjedhjes. Pra, në Partinë Socialiste, në rast se ti thua, unë do futem për të shkatruar buxhetin e shtetit dhe për të përfunduar i pandehur nga politikani i pandehur, ti je personi që meriton vlerat më të shtuara në Partinë Socialiste. Pra, ka ikur në
ADN-n ose në pikpamjen e qytetarëve, ajo që themi morali. Pra, në Partinë Socialiste nuk ekziston më morali. Në rast se ti, nderuar, ose unë, jemi burgaxhi, jemi abuzues, jemi kriminal, kemi nivel të lartë të kriminalitetit, jemi njerëz të cilët i duhet një subjekt politik që është Partia Socialiste. Është e vërtet kjo, nuk është tash e them. Pse? Zoti Tahiri, zoti Ahmetaj, të gjithë këta, zoti Bllako, zoti ky si ka emrin Beqaj, se janë shumë dhe ngatroj tani Dako, gjithë më radh kanë kaluar nga vendi i origjinës tyre politike që është SPAK-u. Pra, ju mos e merrni këtë fakt të zonjës Balluku si një fakt i cili zoti Rama duhet pastroj. Jo, ajo do të thosha është momenti më i mirë për një parti politike, dhe siç është Partia Socialiste, sepse Partia Socialiste ka ikur nga 2017 në vazhdim, nga ajo çfarë themi, nga traditat e saj politike. Pra, të nderit, të respektit, të asaj që themi të meritokracisë, pavarësisht se ajo ka mëkatet e saj, po ka ikur shkëputur nga realiteti. Pra, je hajtut, futur në Partinë Socialiste, je i ndershëm, më zhdukur nga Shqipëria. Ky është motivi i Partisë Socialiste. Pra, kush sot merret me Partinë Socialiste, dihet që destinacioni i vet është që të përfundojë në SPAK, dhe jo të përfundojnë atë që themi në përfundim të detyrës në shtëpinë tënde ose në profesionin tënd. Prandaj them që zonja Balluku e ka të vështirë të japi dorëheqjen, sepse në fund fare thotë, më fal, Erion Velia, kryetar bashkie, është në burg dhe gjykata kushtetuese e vendosi përsëri në krye detyrës. Jo se shkarkoi dikush, po e miratoi pra kërkesën e tij. Pse unë të shkoj, e cila kam sakrifikuar nga mjezet në darkë, nuk kam parë fëmijën tim, nuk kam parë familjen time, edhe të shkarkojmë unë për diçka që çështja është në hetim. Dhe pastaj do të flasim për kualifikimin e veprës penale, histori tjetër, do të flasim pastaj që kallëzimi që ka 2021 dhe jemi 2025, edhe tani kujtu prokurorit të marrin masë ndaj zonës Balluku, tani mos më hap të lash, pastaj do më thuash ti përsëri flet kundër SPAK-ut, por këto dy fakte janë fakte të rëndësishme që tregojnë që SPAK-u ishte vegël e partisë. Pse? 2021 u zgjove ti. Në 2025 pe komunikimet e tij, ç'a bëje gjithsaj kohë? 2021 kishte zgjedhje, 2022 kishte zgjedhje, 2023 kishte zgjedhje, 2025 kishte zgjedhje, edhe le një person i cili dyshohet për veprimtari të ndryshme, s'na intereson çfarë dyshohet, e lej ti të qëndroj aty? Pse e patë guximin tani për të firmosur edhe për të firmosur? Kush? SPAK-u? Pa ma sigurie. Një kjo. 2. Pa kërku autorizim nga parlamenti. Nuk them e dojmë mos patjetër të bëjmë arrestim. Qartë, e kuptoj. Po në rast se dalin prova dhe ti duhet shkosh te shtëpia ose ti të kontrollosh telefonin, çfarë do thuash ti? Prit se duhet kërkoj autorizim tani. Pra e kuptoni që SPAK-u edhe në 9 nëntor, edhe në 2021, edhe në 2023, edhe në 2025 në zgjedhje ka punuar për Partinë Socialiste. Është fakt konkret, nuk është tash e them se vetëm të marrësh të lidhësh të gjitha faktet e ti bësh një zinxhir të del qartazi që prokuroria është mbi gjykatat, të vjen në mendje direkt kushtetuta e 1976 që prokurorita asaj kohë ka qenë mbi gjykatat. Pra do të thotë që në udhëheqjen politike ata merrshin recetën dhe zbatonin ekzekutimin politik të kundërshtarëve brenda llojit. Qartë.